që ka gati 150 ditë brenda shtëpisë. Duke llogaritur edhe qëndrimin në Big Brother Kosova. Ka hyrë në 2023-shin, kur ka hyrë, është harru kur ka hyrë. 24, po. Si izoluar. Po e them në mënyrë metaforike. Po, e kuptova. Dhe udhkryqi ishte për dy gjëra. E para, kam një pëlqim fizik ndaj një vajze brenda shtëpisë, të paktën si e kam parë unë, dhe së dyti, dua të luaj dhe dua ta fitoj Big Brotherin. Dhe në këtë pikë Gjesti nuk mund të mbante brenda lojës edhe ngarkesën që shpesh herë Egli shfaqte. Po mujt. Dhe kjo shpjegon disa nga sjelljet e tij për t'i treguar Eglit që duhet menaxhosh veten, sepse unë dua ta fitoj këtë lojë dhe nuk mund të t'jap 24 orë vëmendjen që në jetën normale i takon partnerës. Më ka quajtur kur partnere. Ta ka thënë disa herë që nuk ndjej, të ka thënë disa herë që kam një pëlqim fizik, nuk të ndërpreva, të lutem. Dhe madje edhe këtu